Jep të tema që shpërlujnë Albini e Vjusa. A ban veç dhe me dojnë votime. Une kështu e shë Albini. Anën tjetër, e ka shti kartën e Glaukut. Nëse partitë të tjera, që janë të mandatune, me dash me ja votu Glaukut, normal që ka qef Albini se shtynë dhe disa mujë tjerë, me një qeveri Pse u dhoa që lete ka Albini ta lëshoj zyrën? Edhe që të censë më në me tho. Ti drejtojt Glaukut me kryeministën në mbledhje. Po i drejtojt, sepse ata ishë dhe dyshi janë. Kam ju qunë dy por zgjedhje. A i ka nevoj Kosova për kompromis të mrenshme të VV-s. A ka nevoj Kosova a bëhet kryeministër Ali Hoxha, Hoxha Lia. Kosova ka nevoj për kompromis partive politike për me dojtë Piti Ngërçi. Momentalisht, të e pas skenën politike, nuk ka kompromis mërshme. Graukut nuk është Ali Hoxha Lia, është një figur pak më... Është dyshi. Nëse flasim për politikën polarizuese. Unë e Glaukun e kam shok të mirë. Kena autorë dhe jashtë. Po nuk po flasin për Glaukun si Glaukun Njufca. Po flasin për Glaukun si në kryetari vetë vendosjes. Në kryetari parë vetë vendosjes. Pra, ky kompromis nuk i duhet Kosovës. Nuk bëhet Albini kryeministër, po bëhet Glauku, Albini bëhet ministri i punëve të jashtme. Nuk ka për ky kompromis. Ky nuk ka të bëjë me kompromisin. Kompromisi brenda VV-s nuk është kompromis i jashtëm politik. Pra është monolog politik. Ajo është i tyre. Nuk ka dialog politik. Po është monolog politik. E çka ndodh jashtë? Pra qysh me marr votat. Fat me rima për ajo ti s'ka ju deshten monolog politik me ndru emrin e vet me çit Glaukut. Pra s'ka dialog politik. Me monolog politik me vetë. Nëse ka tentuar Albin Kurti me kërku kompromis, tu e di që ka bëu Albin Kurti problemi i skenës tonë politike. Albin Kurti ka mu qysh mandatarin e ka pas me këto presidentës, po zdi parti politike, na e mandatojmë Glaukut. E atër Glauku i ka pas 15 ditë, me negociuar. Sot unë tha po ofroj opsionin për mos shkuar në dy palë. Sa është monolog më ashtu. Opsioni është ky. Opsion ky, po atë që ka kërkuar opozita vazhdueshëm çite Glauku për të parlamentar që ta votojnë. Nuk është një ajt, nuk është një ajt. Glauku është vetëm i knoç ligjin. Për shkak që s'ja ka dhënë mundësinë edhe ditën e fundit. Ditën e fundit e përmes gjatë bllokadën, pra. Dhe ditën e fundit tash ministra, tash e bën 15 ditën e fundit e votojnë. Gjatë për shkak që shtetarët kanë nevojë me pas paga më të mira. Kanë nevojë me pas pensione, tash nuk i marrin me 15-in pensione. Mos i marrin vetë kanë votuar. Do thotë që ju ka skelëm 42%. Çdo ditë që takon një të moshuar dhe mendon që ki njërin politik om ta bë pyetjen a kam i marrë pensione që tash me 15? Jella s'kan me i marrë. Vallaj, përgjigja me rone mundshme mi thonë jo, se po me thonë zit këshyrim, edhe ja, se marrëm se opozita sa shka ja voton Albinit. Do të thotë edhe pse nuk e kanë mbështet. Në Gjmedini e Livdekën i ditë vendosë dhe kenon stem ja kanë pensionin, nuk ankoj kjo. Ka arrit pra me siguru një përgjigje. Çfarë çka hyni në legj tash? Po, atë çiktë të pensionit që kem. I ka rritur pensionet vetë. Jo, ja ka nol në Dëgjojnë se politika në fund të fundit është perceptim. Perceptim nga qytetarët. Absolutisht. Dhe ai që arrin të ndërtojë perceptimin e qytetarit se kauza e tij është më e drejtë. Po, jo, kjo bëhet propagandë. Perceptimi me mandatin e tretë, mandati i parë dy perceptime ka hënë, kjo është një para 4 vjetë. Ja ka 51%. E ka po që ky njeri çka ka bëu për 4 vjet. E ka izoluar Kosovën edhe për vënë të Bashkimit Evropian edhe për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ja japi prap. Po, ne. Po, edhe japi prap 42%. Prap nuk doshti me po qeveria. Kam thonë prej ditës së parë, kam e vazhduar me thonë Dezi dhe të tjera. Që ky s'ka